Teknofest është festivali më i madh në botë për teknologji, inovacion dhe hapësirë ajrore, për nga numri vizitorëve dhe për nga numri pjesëmarrësve në garë. I ka dikon 50 deri 60 kategori, po e them këtë interval për shkak që dallon prej vitit në vet. Deri vitin e kaluar, Kosova nuk e ka pas asnjëherë ndonjë finalist në këtë garë prestigjioze. Vitin e kaluar, një grup i vajzave nga organizata që udhëheq Engineering for Future, me projekte në tyne pruvet, ku kam pas fati me qenë mentora apo advisor e tyre, kanë qenë nxënëse të gjimnazit matematikor edhe nxënëse të IHF-s, kemi arrit me u kualifiku në finale, që ka qenë një arritje jashtëzakonshme për neve, për shkak që kur i kanë publiku statistika në fund, ka pas më shumë se 1 milion aplikant individual, tikon vetëm 10.000 kanë arrit me u kualifiku në finale, dhe më thonë... Një konkurencë jashtëzakonshme. Po, 1.18% e pjesëmarrësve individ, dhe më thonë, kanë arrit mu kualifiku në finale. Edhe kur jemi këthy, në organizatën ku udhëheqja e kemi zakon që çdo gjë me shndru në ekosistem, mos me loni projekt, aktivitet me shku, u përmbëll edhe shihemi, ose mos më po më kur. E kemi që me bu tamen me kriju një ekosistem, edhe për këtë arsye patëm vazhdu që këtë vit, synime i kena pas që tash me ju informu sa do shkolla që të mujnë, për shkak që organizata ku udhëheqi ka 78 klube, IHF-s në për shkolla ndryshme, fillore dhe të mesme në Kosovë, publike dhe private, i kemi informu se që me apliku në Teknofest. Këtë vit, veç prej Kosovës kanë qenë rreth 40 ekipe, edhe nuk e kena veç një ekip finalist, i kena 2 ekipe finaliste. Ekipin finalist të parin e kemi tregu javën e kalume në rrjetet tona sociale, në dytën kemi me bu publike me 12 gusht për ditën ndërkombëtare të rinis, se ku ka ma mirë, dhurat ma të mirë për rinin e Kosovës, se sa me jo tregu që jo mërimja ja dal, me qenë pjesë e këtyne garave. Është një garë shumë e vështirë, për shkak që për qëtë vetë, këto ekipe që në kualifiku, punën kanë fillu prej janarit. Dhe me thonë punë prej muajsh. Ta është përbon gati 9 muaj, i kanë 3 faza eliminime, është faza mandit administrative, faza e raportit preliminar, raportit detajum, me prezentu projekten, me hi me prezentu me jurin, live, edhe mandit të regujnë a ke kalu në finale apo ju, edhe ta është finalja që përmendesh në shtator, në Turqi, edhe për finale jemi të bogati në aspektin e prototipet, për shkak që do të me ja demonstru live juris praktikisht idenë tonë.